Edhe njëherë, Albulena Haxhiu është propozimi ynë për kryetare kuvendi. Konstituimi i kuvendit është i qartë dhe i depolitizuar. Gjykata kushtetuese ka sqaruar që kryetari i kuvendit i takon partisë fituese, pra s'kërkohet koalicion. Duke interpretuar ashtu siç e ka interpretuar, gjykata e ka depolitizuar seancën konstituive duke e kthyer atë në një formalitet procedural. Pra nuk ka nevojë për koalicione e kalkulime në këtë hap konstituiv. Ajo çfarë opozita po bën është bllokade pa nevojshme që ndoshta synon të krijojë imazhin e një Kosove në krizë. Kjo është për të ardhur keq. Në të ardhmen do të kemi zgjedhje sërish e përsëri do të kemi nevojë për kryetar kuvendi dhe kryesi. Raporti i numrave në kuvend mund të ndrojë, prandaj është e rëndësishme që seanca konstituive e kuvendit të depolitizohet. Ne nuk po i kërkojmë opozitës ta votojë qeverinë, por kryetaren e parlamentit.